por luftën mund ta përfundonte vetëm NATO, askush tjetër. Dhe ashtu ndodhi. Po të mos ishte intervenimi i NATO-s, lirit Kosovës nuk do të kishte as pavarësitë e Kosovës. Prandaj pavarësia nuk ishte instrument për të marrë pushtet, por për dinjitet. Të nderuar gjyqtar, kjo prokurori me thuri shumë lavde, e më nda shumë tituj e grada. Por e vërtet është krejt tjetër. Unë nuk isha ai i cili transportova rezistencën nga perëndimi në Kosovë. Unë ju bashkova rezistencës në Kosovë. Nuk ishte kthimi im nga perëndimi arsye pse UÇK-ja po masivizohej. Arsyeja ishte Slobodan Miloševići. Dhe askush më bukur nuk e ka thënë se sa sekretari i shtetit Mehmet Albayrak. Citoj: Miloševići me sjelljet e tij ndaj popullit e Kosovës është rekrutuesi më i madh i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja nuk ishte shteti, nuk ishte ushtri e një shteti. Ai ishte organizim popullor që po mbrojë nga një shtet agresor. Fakti që UÇK-ja nuk ishte organizuar ashtu siç pretendon prokuroria se ishte, nuk e zbe as pak rolin e saj për lirinë e Kosovës. Nuk e bën kauzën e saj për shërim me pak fisnike, e as arritjen e pavarësisë me pak historike. Fitoria e Kosovës ishte më shumë politike dhe diplomatike. Suksesi më i madh i popullit të Kosovës ishte bashkëpunimi plot dhe besimi me Perëndimin. Ata na ndihmuan pikërisht, sepse e dinin se kush ishim dhe çfarë qëllimi kishim. Unë me asnjë çmim, në asnjë rrethon, nuk do të rrezikoja këtë aleancë me asgjë në këtë botë. Sepse ashtu do të rrezikoja vetë lirinë e Kosovës, do të rrezikoja ekzistencën tonë kolektive. Synimi ynë ishte paqja, nuk ishte lufta. Kur bota demokratike vendosi të thras konferencën e paqes në Rambuje, ne ju përgjigjëm pozitivisht ftesës së tyre. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte një nga 3 grupet përfaqësuese të Kosovës në këtë konferencë dhe përfaqësues të pavarur të tjerë. Megjithatë, gjatë gjithë procesit në Rambuje dhe Paris, ne punuam si delegacion i Kosovës. Pranuam marrëveshjen e paqes, edhe pse ajo nuk i plotësonte të gjitha kërkesat legjitime. Por Kosova zgjodhi paqen dhe demokracinë. Serbia zgjodhi luftën dhe gjenocidin. Për të ndihmuar bashkësinë ndërkombëtare ashtu siç na ishte kërkuar nga perëndimorët, të 3 grupet, Lidhja Demokratike e Kosovës, UÇK-ja dhe LBD-ja, u pajtuan për formimin e qeverie të përbashkët, që do të funksiononte deri në zgjedhjet e para të lira demokratike në Kosovë. Ishte marrëveshje për të bashkuar forcat dhe energjitë për një qëllim të përbashkët, lirinë e Kosovës. Sot, si mundet dikush të pretendoj se qëllimi ishte marrja e kontrollit të Kosovës, kur ne pranuam që bashkësia ndërkombëtare ta kishte fjalën kryesore në Kosovë. Pastaj, që UÇK-ja t'ia dorëzonte armet NATO-s, siç ndodhi më vonë në qershor 1999 shtator 99. Pas kapitullimit të Miloševićit, Kosova fut në administrimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara,
fakti njohur botërisht. Unë miku sëroj, që në fillim, se gjithë pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe ai gjyqësor ishte në duart e tyre. Këto ishin rrethona krejt tjera. Me pas, unë punova me unë mikun dhe me partitë e tjera politike, për të ndihmuar në zbatimin e mandatit në të mirë të popullit të Kosovës.